Bëhem gati për seancën e sotme plenare ku tema do të jetë përsëri integrimi evropian në 8 ligje. Nga BoldNews.al, zhullurdi e madhe, aksion në zhvillim nga automjeti me fenalin andezur që bën veprime të rrezikshme mes bulevardit në mes të ditës dhe fare pranë kryeministrisë. Ose po kapin ndonjë kokë të rrezikshme ose po mbrojnë një kokë të madhe shtetërore nga një rrezik po aq i madh. Kur eshtja shuhet, zemra kap ritmin normal, terrori i qytetarëve nis të shuhet gradualisht, por jo plotësisht. A do plas koburja, po truprojat shtat lartë e sypetrit, si do e mbrojnë personalitetin? Fundi i tragjedisë së pandodhur kthehet në komedi. E gjithë skena e terrorit qeveritar u mbyll kur koka e drejtësisë Toni Gogu u fut në një nga automjetet që lëvizte furishëm. Kjo është skena që sot ofroi shoferi dhe rojet erojtarit të drejtësisë që mund të kenë rritur në perceptime. Nuk është i vetmi rast kur shoqëruesit e kabinetit qeveritar terrorizojnë qytetarët me skena të tilla, të ngjashme me aksionet e përhershme të shoqëruesve të liderëve diktatorial në shtetet e Afrikës. Kjo skenë zhvillohet edhe nga pastor Toni, që paqja qoftë mbi mendjet të tollovitura dhe madhështia e pushtetit, patllakja e ministrit të brendshëm duket më e mençur në çmendurinë e individëve që u gjet në vendin e duhur dhe altarin e duhur, qingji i but tashmë pi në 2 anë, por si dele e Perëndis nuk nevojitet vetëm koka e madhe bardhoshe, por edhe sjellja. Të kërkosh modesti nga sjellja ministrore është gati herezi, dhe këtë fjalë, më mirë nga kushdo, e di njeriu i fesë, por Ati Ram dhe shpirti i shenjtë të rilindje duket se janë pasqyra ku Gogu sheh veten. Ata qytetarë rastësor, përfshirë edhe të mitur, nuk kanë kusure të shqetësohen nga rojtarët e ministrave dhe për më tepër një syre shqetësuan hero Hayreddin Pashën e ushtrisë otomane. Në raste të tilla, vlen thënjet e huazuara dhe ende të pathëna të deputetit Saimir Koreshi. O Toni, nuk e ke rrugën private, as ministrinë.